Lexojeni, a lexohet dot? Prej. Prej t'ja u thamë diçka. Lexojeni. Andres falso, kështu që edhe me publiku emrin që që më shkruan vetë. A një të po, a lexohet dot? A lexoni apo jo ta ditë po, të mos rrisi hoti shtu. A lexohet, po ose jo? Kusho, okej, po lexohet. Që e kam thonë, unë nuk më intereson. Gjithsesi, ai ma ka çu videon, po unë nuk e publikoj. Që më intereson mu, çfarë hakmorrje është kjo? Që? Që? Përshëndetje Kusho, kam një video të rasimit duke nxjerr bebelushin, a do më të dërgu? Felemetri zoti vëmë, nëse nuk po du me bë burrën, se si kam thënë se më intereson. Nëse s'du me tregu videon, po gjithsesi. Jo, ma ka tregu videon, po nuk e shesën, se s'më intereson, po amo, në ka hakmorje, mu më vini shumë videos të tonde. Që, të betohem, zoti kam thonë se du. Ai ka insistu me ma tregu për respekt, për mua bet tjetër. S'pë, nëse. Që. Po në qarë për një është kjo, më qësë unë publikoj një atë video, a i ma qaj po e thonë, më thash më se qo për zotën e madhe, po atë vetë që e thash më se qo. Dhe sa ishto, po qarë për një është me publiku në... Dhe sa ishto, po qarë për një është me publiku në... Se me publiku. Për zotën shansë nuk ka me publiku. Se mu më duket ullje për mu, je prata. Që? Se në shtapëtojnë e thonë video fake. Më do të ka të kori? I ka zë një femni atjellë. Pjerë dhe në ta. Po nuk ka burni me nëzjerë. Qa, ti të në asistan jetë. Mua betë fëmish. Qa të ka burni pëse nëzjerë, pëse publikon qa nëzjerë. Prem një. Kataleja, mirë se erdhe Kataleja. Jo për gjanë, respekt për fetë, po duke si me kanë të po shaka. Po prit marë burë dhe atjerë, prit. Prit, si e ka kjo marë. Ma kujto pak marë. Ditin e dhe. E përshëndesim edhe Amelien me këngën e Medes. Mirë zëma i mesije ti. Op, Simona, respekt, e përshëndesim. Hajde bash. Krejt followers të të marrë Aronit me këtë këngë. Amelia! Nistaloj e burë. Hajde bash. Ishte nota e fundit në Prishtin, ku përbëthe pa pritmas, lam të mirë, ku dy pika lot në faqetron, kur më the se jo t'ja, më nuk jam, edhe pse me vërave me qëllim, edhe pse i kja jote s'ka kuptim,
do ta fal nëse kthesh përsëri, se pa ty jo nuk mund që të ri. A thu do ti kujtosh ato net, kur me thoshe kush do të mbetesh vet, si kur veç një herë të ishim bashk, edhe vdeksha nuk vdes me merak. Betaci umbur në këtë bot, më kelon të vetëm dhe pa shok, ku i ketash fjalet që mi the, ku të mbet premtimi që më dhe. Ishte nota e fundit në Prishtinë, kur me the pa prit ma selam të mirë, ku dy pika lot në faqet ron, kur me the se jo t'jam nuk jam, edhe pse me vërave me qëllim, edhe pse i kja jote s'ka kuptim, do ta fal nëse kthesh përsëri, se pa ty jo nuk mund që të ri. A thu do ti kujtosh ato net, kur me thoshe kush do me të vet, ku si ku veç një të ishim bashk, edhe vdeksha nuk vdes me merak. Me ta si umbur në këtë bot, më kelon të vetëm dhe pa shok, ku i ketash fjalet që mi the, ku të me premtimi që më dhe. Shqibar 163 pik, e unë e shëpun, o njës? Ju të lau, Bravo. hajde, like edhe share. Unë grisë mu shkrit për juve, aj 1645 pik. Punë më dhe. Gjon, se nuk din njerëzit me ja përcu, dhe më thonë, sepse herë dhe të morë parasysh se ti po vetë këngëtarin, vetë kompozitorin, vetë orkestrën, edhe orkestrën, ti ban krejt. Për që nuk e kuptojnë këta. Zoti dashtë, vlaçko, keme tek medium.com, te platforma medium.com, aty jam të hap profilin tem dhe do lexosh krejta shkrimet e mia, poezit, prozën, eset. Është faqe humoristike? Jo, nuk është humoristike, po është faqe që botohen shkrime, ese, poezi, edhe aty merr edhe pare, kush boton. Në Google. Është pare, po do të thonë ti ban gjana serioze aty, nuk ban humor. Po, serioze, poezi, ese, A mundesh me na dhënë një poezi, do të thonë nga ato që dashuria, mos na përzit e feja, se na marrin për këtë. Dashuria, do të thonë që ke botuar ato, që ta dim pak a shumë se çka mund gjem njerëz që shkojmë atje. Po hala si kam publikuar aty, vëlla jam. Okej, një poezi na thon, një poezi. Një që kam men me dashurie pra, një që kam plan me botu aty. Po nuk e që në dritë, në hanë, po për i tërë, kam supermen që ata, Ha? Jo, ata jo. Jo më burë, poezi të reja. O të max. Unë do kyqem në atë platformë një, se unë du t'i përkushtohem vetëm shkrimit, o një, se unë TikTok u është... Në më se shfredzu. Jepi herë këtë poezi dashurie. Ja i se kom të lutem. Pas e kim përmen? Jo më burë i harroj me qëllim se ba me ditë përmen, se vëlla unë i më përzien vargjet. Me kuptaj. A bajme dhe loja po? Po më po, sa duhet.
Shpëndetë që më ju zot. Vuan telefonin në dorë kur më bie, me shkrime pa fund tek mbush, vajin nga malli, telat e një qiftelie, tek u bie aq fort, me zemrën e bërë prush. Vuan ajo që dashurova kur në mëngjes më ndjek, tek zerin tim me mall e dëgjon, vuan vargu im që sulet si orteg, me shijen e bukur që e përjetëson. Na përkthe shqip, A poezi filozofike pra? na përkthe shqip për shembull, se okay, bukur, anglisht ishte bukur. Na odhe, bravo, bravo, ma odhe. Pash familjen, am pali sekond, po pse shep për vjet kur lexon? Po frymzohem mor burr, frymzohem mor burr. Ta kam thënë edhe si herë. Edhe atë ditë, edhe çdo moment. Unë nuk jam poet, për zotin, ama jam ja pasionum për ama jam ja pasionum për marrë njerëzit për budall, për zotin e madh. Po mor vëlla, njerëzit më njohin mu tash. Po e kena pa Pashkovacën kur reciton kështu. Po se sto hobu. Po poetët gjithë qiellin e shohin, o vëlla im. Do të kuptoj më shumë, po imagjino, nuk ka kuptim për zotin. Nuk ka kuptim, po ishim poet i mirëfillt jam, o vëlla, nuk jam unë. Jam poet i mirëfillt, ne frymzohemi. A dini recitim Pashkovacës? O moj Shqipni, e mjera Shqipni. Jo, është në improshet. Jo, Shqipnia është e Bashkovacës. O moj Shqipni, e mjera Shqipni, kush ka qit me kryni, ti pas të okay, Albanata, o ju malet e Shqipërisë, me bu. O malet e Shqipërisë dhe usha të gjera me lule, që ju kam dërmend dit e natë. Do të kapi një pasazh nga Bakti e Bujsi. Dua të dal në majet malit, të shoh gjithë arbërinë dhe lezit shqipetare, që ven pun e vine, burra trima me bese dhe shpirtin punetore, fushat me lule e malet me dëbore. Luiza Mirbrama zemër. Jam edhe aktor, o ti djall. Mirë Luiza, si e ti? Oja, ne kam pa talentin e parë, që ditën e parë, ku ke talent, nuk e vendush. Pa më si 100 vjetë dhe Bashkovasa. O, Reshat Arbana, i madhi. Ti ke pas qenë. Aman, mos fal. Burat e dheu të pyrshin nan, ke pas shumë të mira e shumë begati, me vajzat bukra me djemtri, ja e ven shumë, ara e pashtina me armë të bardha me push platine, me burra krima me gratë të lira. Një piti tani. Kinde shoqet ke ken maj mira. Ja, para Reshat Arbanës unë e eshti vlat, lutem. Aron, e di që prej kur ke shpërthyn rrjetet sociale, e di që ke taku shumë personalitet, apo ja? Në të drejtë një kam për zbulime budallësh. Ngom këtu vlla. Një sekund, ti ke taku, o zama ime, mleni të flas, edhe ti ke taku shumë personalitete, besoj prej kur ke shpërthyn rrjetet sociale, kur mundesh me ken i pranishëm të të vërëzofa, me patim në privat. Duhet më shkrujnë privat që të regoj i diçka të sakt. Dhe besom, sa kam taku personalitetet artit dhe të penes. Të artit dhe të penes. Penes e thona ti sanit, ajo. Pene, e thona ti sanit. Shkruarit.
Po vlla. Moj e mend që po të Elton Johni. Moj e mend që po të... Pena i thonë ati sen një gjuhë letrare. Pen i thoi lapsit që shkruan. Okej, thashtë, jo se pena i thonë edhe... Leja të flas, vlla. Okej, fajn. Pa tjetër, Luiz. E mend ta. Me taku Recep Qosjan. 2. Me taku Mirushka Bashin. 3. Me taku Flora Brovinën u bën 4. Flas për nivelin e tyne, nuk i kthehen. Për nivellit da, për Mirushin e njohim çfarë nivelit, e di se ka pas nivelin 50, por ka tjerë s'ka jo nivelin, çfarë nivelit ka? Unë flas për nivel intelektual, Daron. Thashtë të fol për nivel gifterësh. Prandaj, tanë Shkoda është krenar nëse ti, Allahu dash, faleminderit Luiz. Edhe unë do isha krenar, jo për followersa, po do isha krenar e i lumtur edhe shumë i kënaqur, sikur Zoti më mundsonte me kontribu për TV Rozafen me një mendim, me një fjalë, faleminderit Luiza, me një fjalë të vlefshme, me një mendim të artë deri në vdekje. Do jemi gashëm për kontribut në TV Rozaf. Inshallah Zot o të ngjoni po ta them shoh sa më shpejt të Rozafa, me hidhërim të thellë, i njoftoj për vdekjen e parakoshme. Edhe kështu, gjë. Me hidhërim të thellë, ju njoftojmë për vdekjen e parakoshme të djalit. Vllau ton të dashur, ju njoftojmë që ditën e djelit. Pa marak më thanin. Sa do të lutesh ti, lutjet tua nuk pranohen kundër meje. Nifet e Rozafa, vesh për një të varrime nifet, se ma heket trunin dhe burë. Të Rozafa nifet për hidhërim të thellë. Jo. Pa hajtë, burë të një mos në banë. Rozafa nifet për varrime shumë. Njerëzit që deshin, i sheshin një ato se me kanë... Pagun pare. Është televizion serios vesh, pagun pare për ajtjetë... Po që ke frikë me një menirë se po të në njërë jote aty. Qa seriozit është veç dekun? Po njoftimet janë edhe në Itali ka emisione në televizionet që njoftojnë për raste caktuar. Që ditën e djetë bëhet varrimi. Që ditën e djetë bëhet varrimi pa shpërblime. A disa i ndjek televizionet Italis? Po a din italisht? Italisht di ka bak. E për të Google Translate. Qa dhe me thonë caro mio? Edhe herë? Caro mio. Nuk e di, ma përkthe. Nuk e di që ka caro? Jo mërë bu. Pa të qa italisht, nuk e italisht. Po ha, ma përkthe. Nuk i di të na fjallë, përkthe ma. Dhe krej. Elton, në kënë dhe i kongë, parë zotë, në dhe një kongë dhe. Pa kongë së mërë burë dhe se o të muftof gjela në pjatë aty, anin. Kërë ta në dhe një poezi. Duke ecur, pa pritur, ata kam qef. Për zotë, a jem për që në do, a ndjej. Elton, falim dhejt. Një sekund. Sergio, krejt gocat. Nëse për të t'jesh në mund live, o shak se nga bojnë me mërë. Gocat mërbur, se ty me pagu me lekë. Gocat, pa të janë të kojtë zonin, e që e pitëm se qa shkrujnë. Urdra? Po përna këtu presin puthjet e mije, o t'ideal. Okej, na thuj poezin, duke e që në dritën e anës, pa pritur, në doli t'i kush për para, si që ke pa bani poezin. Priti e rodres, prit. Aq ëmbël, pa pritur, ma erdhë frymëzimi, tek po nisëm për udhën e pikun e mëngjezit, gjella emocion për zier me nota gëzimi, tek dëgjova me ëndje zërin e këndezit. Po e tillë është jeta përballje pafund, me luftë dhe zjarre në pambarim, por njeriu e suksesshëm, ky fakt se lekund i bindur se pas natës do ketë agim. A e kape? Se kap, do. Ka ardhë, që malësinat e hapim? Jo. Se për i kënë e fut, jo s'kam gjo me të për zotën, për thjesht vazhdo sa të tira ty, jo mu. Hajtë, tujtë zotin, respekt.